E rritën sërish çmimin e naftës sot duke e quar 224 lek. E në fakt, tani çmimin s'po e rrit më qeveria, por po e rrisim ne me heshtjen tonë. Kudo në botë, qeverit janë angazhuar të mbrojnë qytetarët nga kriza e naftës. Shikoni Kosovën dhe Maqedoninë për mos të shkuar më larg. Ndërkohë që këtu nuk ka asnjë mas sepse ne heshtim. E kur ne heshtim, qeveria vazhdon dhe abuzon. Nesër në orën 12, pra të shtunën, ka një protestë e cila nuk organizohet nga partitë, për të hequr laron e për të vënë balon, por nga qytetarë të thjeshtë, të cilët besojnë se nëpërmjet reagimit mund t'i bëjnë presion qeverisë që të marrë masa. Nuk po rritet veç nafta, ajo është vetëm lokomotiva e një treni të gjatë çmimesh nga ato të shportës e të çdo shërbim që do pasojë me shpejtësi nëse ne nuk bëjmë asgjë. Lëre kafe nesër, lëre divanin, lëre drekën jashtë Tirane, merr familjen dhe shoqërinë dhe eja shpenzon një orë në shesh për të kursyer xhepin tënd. Boll ndenjëm si dele dhe është koha të reagojmë, jo kur na thret partia, por xhepi ynë. Të pres nesër në orën 12 te kryeministria. Shpërndaje këtë video, të hapet fjala.